إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Salatët dhe selamat qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjëtësie. Kënd o dhuzon Allahu, s'ka kush që humbë, por kush e humbë vetveten, s'ka kush që dhuzon përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gjematit nderuar, vëllezër musliman, në këtë khutbë do të flasim për një temë që kogja është e përhapur në mesin tonë. Ajo është largimi nga gjërat që nuk kemi interes. Shpesh herë ndëgjohemi kur ndodh ndonjë bela ose diçka, ku kapmi edhe thonë e rremi gojën pse foli. Oj, pse foli. Amo, do të mi po kalkulimet para se me foli. Mi po kalkulimet, kjo fjallë, ku zëven, ku vret, ku pret, çka ban, tek ban. Sepse kam thonë, kur fjallën e ki mrena, është rob I yti, e kur ta nxerr si jashtë, është rob I saj. Prej shumë begative, shumë të mirave që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka thonë njeriut, është edhe begatia të folurit. Ja ka mësu Allahu Gjelle Gjelaluhu të folurit. Për me kuptu rëndësinë e të folurit, du të mi qu mend të ata që sun folje. Neve shpesh në shkrujnë për fëmijë, shembull, prej karmosit, oj që të folë fëmija. Jam gjenje ku do me shku me gjeti ilaqin është në të folë. Në më thonë, kur menohet ajo, ja dimi vlerën kësajna. Kur menohet smundja, ja dimi vlerën shëndetit. Dhe më thonë, gjithë erat kundërtën do të me menu, me fut në kalkulim, për mja dit vlerën asane që ta ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Përse të folurit është dhunti, është begati, është ni'met nga anë e Allahu Gjelle Gjelaluhu në kapitullin e Rahman, pra jetit parë deri te I 4, por konkretisht ajeti 4 flet për këtë tematik, është pra Rahmani, mëshiruesi, Zoti ynë, ai ja mësoi Kur'anin, e krijoi njeriun, ja mësoi atij të folurit, të shprehurit, të shqiptuarit. Pra, kjo është dhunti nga ana e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra, Islami I ka kushtu kujdes të madh çështjes së fjalës dhe mënyrës se si e themi, qysh e formulohemi. Sepse fjalët që dalin nga një person
e kallëzojnë faktikisht esencën e mendjes tina, se çka mendon, çka ka në zemër. Pra gjuma e nxjerr ata. Se çka është të mendon dhe çka ka në zemër. Edhe në mbi bazën e muhabetit ne e morëm nga se kush ka. Abdullah ibn Mas'udi ka thonë pasha atë përveç të cilit nuk ka sot tjetër. Nuk ka mbi sipërfaqet e tokës që meriton më shumë të jetë e burgosur se sa gjuma. Pra gjuma, sipas Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, meriton më shumë të bëhet e burgosur. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e beson Allahun edhe ditën e fundit, le të fletë mirë ose le të heshtë. Pra, por Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thotë që transmetohet nga Abu Huraira, prej të mirave të islamit të një njeriu është me u largu prej gjërave që nuk ka interes. Si hin që përgjon. Pra, kur një njeri e pranon islamin, e thot vetet musliman, këti njeriu i sjell shumë të mira në vetën e tina. Pra, është i moralshëm, e adoron Allahun, e beson Allahun të shumë sene i sjell. Po mesin e këtyre të mirave, është edhe më i largu prej seneve që nuk ka kur farë interesi. Largimi nga gjërat që nuk i interesojnë është rrugë e shpëtimit të vllaznin. Muhamedi sa ka thonë, me të vërtetë çdo njeri nga ju është mariu, është kujdestar. Dhe çdo njeri nga ju është përgjegjës për kopën e tij. Atëherë, a kemi kohë na me umor me kopën e tjetër kujna, kur e kemi kopën tonë? A kemi kohë na me umor me familjen e dikuj tjetër, kur e kemi familjen tonë? Dhe të thonë, me umor me vetën tonë është rrugë e shpëtimit. Me umor me senët, ose me u largu prej gjërave që s'kemi kurfar interesi, është pra rrugë e shpëtimit. Një zemër që është e preokupume, e mallëngjyme për Allahun xhelle xhelaluhu, nuk ka kohë me umor me tjetër kanë vllazni. Sepse muslimani dhe muslimonja, i mençur apo e mençur, e din dhe e kalkulon se çdo frymëmarrje, çdo frymë që e merr dhe që e liron, ka me thonë llogari para Allahut xhelle xhelaluhu. E tash, në qoftë se i shfrytëzon ato frymëmarrje për fitne, për thashëthënie, i shfrytëzon për iftira, i shfrytëzon për me u interesu për x personin, x familjen, ato frymëmarrje çdo njeri i ka të numëruar. Tash, nëse për 100 frymëmarrjeve që i ka këtë jetë, 70 i përdor për tjetër sen, me 30 ku ka me shkuaj. Dhe më thonë, muslimoni i mençur, apo muslimonja e mençur, e ban këtë kalkulim edhe nuk mirët me senët që nuk i intereson për frymëmarrjet e tina, do në me i shfrytëzu, duke e përmend Allahun xhelle xhelaluhu, duke e përkujtu ata, duke i bëu dhikr atina, jo në fjalë të kota. Hasan al-Basriu ka thonë, njëri prej dietarëve të mëdhenj, prej shenjave që tregojnë se Allahu është larg robit të tij, është edhe kur njeriu përzihet në punët e të tjerëve. Dhe më thonë, e keni parasysh, si ta pash dikan që du përzi shumë në për punë tjetër kunda, tjetë, si pas Hasan al-Basriu, Zoti është largu papitina. Se sa ma afër që t'jemi tek Allahu, dhe sa ma afër t'jetë Allahu me ne, jemi ma në rukëtina. Jemi ma në rukëtina.
largohet ai prej nesh edhe ne prej tij, pra minherë fillojnë të lashët më na shfaqin. Marrja me gjëra që nuk kemi interes mundet me rreziku dhe botën tjetër. Për këtë kemi argument hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ishin duke e përcjell një gjenazë një kufun në pros, edhe dikush prej pranishmëve thot e gëzot xhenetin ky. E merr rolin e Zotit, të qenë në xhenet, pa di se kushon. Ndodh edhe në kohë sotit atë filoni, po shtatë filoni këtu, ne kemi plot këse ekstremitete. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qortoi kohë si ashpër, edhe i tha: ti nuk e di, ose ku piti ti që ky ka më shku në xhenet? Ndoshta ai ka folur atë që nuk ka pas interes për ta. Që do unë ka folur hajt kujt. Ose u kun koprac do shtrëngum në atë që ka posedu. Dhe në dy elemente e vënë pyetje botën e ardhme. Si përfundim vëllezër musliman të madit të lumë, Omeri radhiyallahu anhu ka thonë llogarit e një vetën para se të tjerët që u bën llogarit juve. Pra ma mirë është me llogarit vetën nga që lau se shak e një të kimi bon, se sa më morë me tjetër kanë. Sepse dhe një moment kur neve na bën llogaria nga i madhi Allah. Nërsa Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'anin e Kerim thot për ditën kur do të dalim për ati, kapitulla Al-Abasa, ajeti 37 thot atë ditë secilit njeri i mjafton çështja e vet. Pra me që atë ditë kemi me dorë secili veç e veç, edhe këtë botë do të morë edhe me punët edhe me amelin turë. Kështu që ne e lusim Allahun Gjelle Gjelalu mu që frimore, që i morëm edhe që i lirojmë, të shkëllëzomi për hajrë, për mirë, për një fjallë të mirë, të shkëllëzomi për këshillat mira, për thirrjen në dinin e Allahut. Të shkëllëzomi për me gëzu dikan, me knoq dikan, e jo të shkëllëzomi për me lau për mas, me lau fitni për mas, me në nëshmu dikan, me shumë, me hypë, kështu me lau. Lusim Allah në të gjëllë që këtë botë në jetë ditë sa më të mira dhe në botën tjetër në shpërbel me xhenetin Firdaus.